Kalojmë te Brunilda që kemi këtu. Po, në brëma dy. Brunilda je para e ftuar në studio bas 3 episodesh dhe na mori malli pak, 3-4 episodesh, sepse kemi pasur histori të rënda dhe janë histori që Uroj t'ju kënaq. na kanë dalë gjithë zërat shumë. Sa ankoj dhe njerëz ose me zëra trashë të holl, por çfarë ti bëjmë, historia është prap triumfon gjithsesi me çdo lloj zëri, historia është e rëndësishme. Tani duam pak historinë tënde. Është bërë një përshtatje këtu. Unë e marr skenarin dhe historitë, pastaj i rregulloj dhe fal ChatGPT-s, i fuz aty se përtoj të shkoj në Word, në Microsoft Word, që t'i shkruaj t'i ndaj vet. Edhe i them Mandançi, këtë historinë e dua të parën, këtë të dytën, këtë të tretën, dhe Chati tash ka dhe mendimet e veta. Po. Shton. Unë i them mos i prek se kam hyrjet e mia. Chati i prek dhe thot, Brunilda ka qenë një yll në sken. Por në jetë private gjithçka u fik. E kam bërë Chati këtë. Edhe unë gjithmonë lexoj, pastaj përtoj t'i them prapë, unë e quaj Roger. O Roger, ndalo pra, lëre atë, i shton vet. Një martesë e rënuar nga ndërhyra vjerës dhe një burr që nuk e donte suksesin e saj. Këtë ka bërë mirë. Super. Sepse ishte gjithë letra e zbardhur, a? Realiteti. Tek unë, pas vdekjes së mamas time në 2015, unë jetoja në Itali. Bashkëshorti, ish bashkëshorti, u gjend me miqtë e mi, në barrimin e nënës time, kur u ktheva në Shqipëri pas shumë vitesh. Ishte bashkëshort apo ish bashkëshort atëherë? Tani është ish bashkëshort. Atëherë ishte bashkëshort. Atëherë ishte miku im. Në 2016 filloi intensive telefonatat, njohjet. Dhe në 2016 kthehem në Shqipëri dhe ne bëjmë një si tip fijese. Unë jam shumë mendje hapur, sepse kam qenë moderne që në kohën ku të modernizimi shahaj. Kam qenë vajzë e bukur kur atëherë bukuria ishte biç, më kupton, nuk ishte të shikoje sa e ndershme o sa. Unë vija dhe vi akoma nga një familje, edhe pse nuk e kam nënën dhe babain, nga një familje shumë nuk i kam, as nënën as babain. Vi nga një familje intelektualesh, nuk vi nga një familje ignorantësh. Bashkëshorti është nga Fieri. Unë, kur kam bërë fijesën, si me njojnë, edhe kështu e kemi bërë në Fier. Dhe nëna e ti, më shikonte gjithmonë si dikush që po i rëmbeja djalin, jo dikush që isha nusja e djalit, më kupton? Ndoshta mund të ka bëj dhe unë. Ndërhyn të vjera, sepse unë isha një mentalitet shumë ndryshë. Unë nuk jam femër për të bërë punë të shtëpisë. Ish bashkëshortim ka pasur një lidhje më përpara me një grua, po nga qyteti i Tiranës, dhe ka një fëmijë, dhe unë fëmijën e tij e pranova si fëmin tim. Nuk isha fëmijë atëherë, ishim momentet e para dhe të dashurisë, në thonjë. E mbante ai fëmijën që pranova apo? Jo, e mbante ish bashkëshortja e tij. Më vonë, në 2019 vjen fëmia jonë, në Richmond. Djali 5 vjeç që unë jap jetën. Në momentin që erdhi djali dhe unë e linda vetëm në Perugia, se djali ka lindur në Itali, ku duhet ishim baci Perugjini, ma nuk ishim baci Perugjini jeta ime, përsa e përket bashkëshortit. Pas Covid, se në Itali nuk mund të lëviznim, pas Covid ne vim këtu, dhe sepse ish vjerri im, sumuret, dhe unë vi në Shqipëri. Ti është e linde në Perugja? E linde në Perugja, vi në Shqipëri, në Fier, do me thënë, 2 muaj jetoj në familjen e ti. Por mamaja dhe babaja e ti duke që nuk pranohesha, sepse nuk isha vajza e shtëpisë, që të pastroja, të laja, ku ta di unë, ke parasysh, dhe kthehem në Itali. Kur vim më vonë për të ndetur në Shqipëri, sepse ai jetonte jashtë, nuk jetonte në Shqipëri dhe as ai. Dhe nuk jetonte në Itali, larg Italisë, në një qytet tjetër të Europës. Kur kthehemi, ndodhin këto çuditëra që vetëm në Shqipëri ndodhin. Iku, një ditë e bukur, mirupafshim, asgjë tjetër, nuk donte ta shikonte djalin. Kur u zhduk që... Po iku jashtë shtetit e la, nuk më donte të më flisë në telefon. Ti ishe në Fier ndërkohë? Isha në Elbasan, në shtëpinë time. U bën 3 vjet, ai mirë që nuk erdhi më në shtëpi, mirë që s'ma hapi telefonin, më dërgoi 1-2-3 herë pagesa për djalin e këpërësish për jetesën, dhe pastaj nuk u bëj gjallë. Do të thënë ti ishe në Elbasan dhe prindit sepse nuk rrihet dot me Vjerën. Po. Se tash edhe këtë lëvizje... Po, dhe prindit më kanë lënë shtëpinë e kam timen, se më kanë lënë trashëgimi prindit e mi. Ishe në Elbasan edhe ai ndegi në Fier dhe thjesht i dim duhet telefonin, ghosting, siç e quajnë breziri, u zhduk fare. Nuk kam kontakte. Nuk ka kontakte as me çunin? Jo, absolutisht. Dhe ju nuk jeni divorcuar se s'u martuat asnjëherë? Jo. Dhe fëmin e ke ti? Po, e kam unë. Atjetër. Dhe tani ti jeton në Itali? Unë jetoj në Itali bashkë me djalin. Dhe sa vite keni të ndarë?
U bë 3 vjet. 3 vjet e gjysmë nuk shikon djalin fare me sy. Unë nuk jam lodhur kur të gjej arsyen. Se kërkuar asgjë, kështu që se edhe mua më erdhi si... Nuk tradhtova, nuk bëra absolutisht asnjë gjë të keqe. Këton duhet të jesh ti që je në faj, duhet të më thuash më diçka, më kupton, nuk duhet të jem unë ajo të kërkoj arsye kur unë nuk kam bërë absolutisht asnjë gjë, se shtëpia ime e gjitha janë aty. Djali është aty, këton. Unë i kam shkruar që djali të kërkon dhe nuk më ka kthyer përgjigje. Më kupton? Po prindërit e tij çfarë thon? Absolutisht asnjëri nuk më kontakton. As vllai i tij, se babai e ka lënë, ku jetoj. Japësh një shpjegim pse ka ndodhur kjo? Jo, absolutisht. Sepse këto nuk kam pasur asnjë arsye, s'kam bërë asnjë gjë të keqe për të kërkuar një arsye një mashkull i narciste, këto që s'do t'ja di fare për mua. Pse thua narcist? Narcist sepse këto një mashkull që lë një femër, këto në këtë lloj mënyre, jo për mua, dashurinë jo për mua, po të paktën dashurinë për fëmijën. Çiko, si ishte marrëdhënia juaj deri në ditën e zhdukjes? Super e mirë. Prandaj unë i vë pikpyetjen pse ndodhin kur njerëzit vinë në Shqipëri ndryshimi. Më kupton, është nëna e tij. Ai ishte në Shqipëri ndërkohë që është nëna e tij ndryshimi, është po prapë nuk ja mund t'ja vë fajin dhe nënës së tij, se arsyeja është kështu, se të bën shumë pyetje. Unë i kam bërë një vit, unë i kam bërë shumë pyetje vetes time. Tash ti nuk di asgjë çfarë bëjnë me atë. Absolutisht asgjë. Më thënë këtu jemi si të njerëz të humur. Më bën çudi për një vend kaq i vogël si yni që ti nuk di asgjë për të. Po sepse unë nuk kërkoj të di. Duhet jetë ai të kërkoj për mua, këtu duhet vi ai ta shikoj djalin, nuk kërkoj unë. Në faktën është gjallë, e di që është gjallë. Është gjallë. Gjysma e të keqes. Tani më fal, se duhet ta kuptoj edhe një herë, edhe pse ne po flasim për jetën single, që do të ndalojmë te jeta single, se ti u bëre single me këtë, siç thash, ghosting, me zhdukjen direkt. Po duhet ta kuptoj, pra ishe në Fier, s'po të rriej aty dhe përderisa ti ke lëvizur me fëmijën në Elbasan, të jetoje, do thotë që ka një përplasje aty të madhe, se kryesisht nuk i kënusja apo i të mami. Që të lidhesh etapat, Dalina, duhet një mision i tërë për të folur për historinë e jetës time, por unë kam një motër të sëmur. Ndoshta kjo e bëri të largohej, por ai e pranoi që unë jetoja me këtë motrën e smur, më kupton? Po e kishe shprehur ai këtë gjë apo mendon ti? Jo, e mendoj unë, të thash, ato pyetje që unë i kam bërë vetes time, ne nuk ishim keq ekonomikisht për shembull, por mos bër unë, se pas lindjes një vajze është normale që merr peshën si e kam marrë, por unë nuk e kam vetëm nga lindja, unë e kam nga stresi, sepse unë nuk floj gjumë. Që pas vdekjes në nënës time, 6 vjet në spital me nënën time, pastaj me motrën e smur, e ke parasysh, dhe unë e kam nga pagjumësia. Unë nuk e kam këtë shëndet sepse ose jam ngrënëse, më kupton? Edhe ndoshta ai e shikonte këtë që ja gruaja ime kaq e bukur u bëhesh ndosh. Ta ka thënë këtë? E kam kuptuar vetë këto në diskutimet edhe kështu. Që ndoshta është një arsye të gjej dashnore, po të zhduket nga jeta mos flas. Po bravo, po të ma pranonte. Kam gjetur të mirëpafshim, ciao. Nuk pranoj të më duash mua, e ke parasysh, çdo gjë mbaron, ka një fillim, ka dhe një mbarim. Po të paktën djalin mos ja mbyll sytë ton sepse tek misia ime, tek shokët e mi, tek pjesa mashkullore, ai gjon babain e vet. Edhe i do aq shumë shokët e mi sa ti nuk e ke iden. Unë mundohem që në çdo darkë të dal me meshkujt e këton, që kam shok, vetëm që djali mos të ndihet. Sa vjeç ishte çuni ose 5 vjeç. Kur iku ai? 2 vjeç e gjys. Tani ti 3 vjet vetëm. Po. Tani se kjo historia më la pa fjalë, të zhduken e papritur, se më la pa fjalë sepse ndodhe vende të mëdha apo tash në Shqipëri të zhduket papritur nëse s'ka ndonjë arsye, a ndiqet nga krimi, a është vrarë diku. Më duket ava e çuditshme sepse është një shumë i vogël. Nuk ka lidhje me këto fare. Po të mos shkruash fare dhe pastaj edhe fakti që këtu s'ka komunikim as mes teje dhe familjes së tij edhe Jo, absolutisht, kjo më vret më tepër. Të gjithë familjarët të heshtin unanimisht të kenë jetën mendim. Kjo më vret më tepër. Dhe rezistencë ndaj të parit të fëmijës apo të gjykuarit apo të diskutuarit që një sekond për te fakti që ne se duam fare këtë nusë apo na bezdis, nuk e duam fare letiki, bëj çadoj, është ai fëmia në mes. Më duket shumë, tash nuk e gjykojmë dhe nuk e dim anën tjetër, po kemi një tërheqje të familjes komplet. Është familja që është tërhequr edhe nga nipi. Po. Nuk e kam parë asnjëri. Po më fal një pyetje të fundit, thamë, para se të kalojmë në disa pyetje të jetës tënde aktuale, sepse fakt programi është për pjesën e dhe duam që të shkëputim dhe nga tema. Po për atë gruan tjetër që ka pas, duke qenë kurioze ta shohësh në Facebook se ndoshta janë bashkë me atë? Me ish gruan? Ish vjera ime. Ma ka përmendur shumë emrin e saj kur kam qenë në fillim, edhe babai i tij. Si ta përmendë, për çfarë? Në shumë gjëra. Ndoshta ai gjitha këto gjëra nuk i ka ditur nga familja vet.
sepse ndryshonin, unë nuk i vëj absolutisht fajin. Por unë kam qenë e lumtur kur kam njohur bashkëshortin tim, kur kemi qenë jashtë Shqipërisë. Ka qenë momentet më të bukura, sepse erdhi dhe Riçi, më kupton? Momentet më të bukura dhe ne kemi njohur njëri tjetrin. Ai në vetvete nuk është njeriu keq. Unë pyetjet që kam bërë për një vit ka qenë çfarë ndodhi? Jo ku gabuam të dy. Çfarë i ndodhi atij, çfarë i kam bërë? Më kupton që të ndryshoj një njeri me një zemër shumë të madhe, duke lindur, duke sjellur në jetë një fëmijë që e donim të dyja palët. Ai më tepër se unë. Dhe kur kemi ardhur në Shqipëri, një ndryshim total të figurës mashkullore që unë akoma jam e dashuruar. Mbetet dilem Dalina. Djali para një muaji, më tha, o mami, tha, po ti ta pse s'ngjen një burr tjetër, një bab tjetër për mua, tha, më bën një motër, tha, po jo që të iki, tha. Si ndjeve ti kur thaj, më falë se dua të ndaloj pak te fjalia, kur tha djali më gjej një baba që nuk ikën. Kam qarë dhe tha, mami, tha, ti më ke mua tani, ti ke një burr në jetën tënde. Dhe nuk dua të qaj sot. Dalina, po S'ka që të merë kohën tënde. O, goca, edhe u i lajthizën. Mua më duke që absolutisht i nuk mendon për lidhje tjetër për momentin. Jo. As të shkon mendja. Jo, sepse kam një dashuri, jo sepse kam nevojë, jo sepse unë lodhem duke punuar për të vrarë atë kohën, jo koha shumë e bukur, unë e jetoj kohën. Tani unë nuk lidhem me dikë sepse unë dua të gjej vetveten, gjë që e humba. Gjë që humba në shumë vite. Unë humba adoleshencën time, e humba sepse ju përkushtova familjes time. Mamit ka qenë gjatë kohës adoleshencës kur ishte smur? Pas vdekjes vllai 38 vjeç, në 2005-ën. Ke humbur dhe vllajin. Unë isha në kafazin e artë. Unë isha duke punuar për javën e motës të Joni Peçën në 2005-ën, që ishte era parë në Shqipëri që sillej. Dhe për të kopjuar njëri tjetrin, harrojmë se kush jemi. Unë veten time e gjeta. E kam gjetur edhe tani, që kam djalin bëra gabime, por kur të trokasi tani një mashkull, Ç'do të thënë bëre gabime? e thon bëra gabime edhe në lidhje, edhe në zgjedhje, e thon në gabime Në zgjedhje përpara bashkëshortit. Sepse këtu në Shqipëri e ke shumë të vështirë të thuash një natë dhe mirupafshim, e thon pse duhet ta bëjmë vetëm meshkujt? Ne femra pse mos e bëjmë? Duhet kuptoj pse i quan ti gabime këto lidhjet. E di pse i quaj gabime, sepse nuk i kam menduar. Nuk kanë qenë ajo që unë desha te një mashkull ideal. Kanë qenë kalimtare, dhe kalimtare që ndoshta janë harruar, ndoshta s'janë harruar, po të lënë një gjurmë në jetë. Këto ishin në Itali me marrëdhënie me meshkuj italian apo shqiptar? Po, me marrëdhënie me meshkujt italian, më kupton? Por ti quajmë një kapitull i jetës e Po pse të lënë gjurmë? Për çfarë të ka lënë? Çfarë s'ka pëlqyer vetja te këtyre marrëdhënieve? Jo, sepse unë nuk më ka pëlqyer vetja. Më ka pëlqyer vetja se kam qenë e lumtur në ato momente, por më ka lënë gjurmë sepse unë nuk i kam jetuar ato historira. Nuk i kam jetuar sepse unë kisha problemin e familjes time. Unë kisha problemin e nënës time, më kupton? Edhe kjo më linte që të përkushtohesha më shumë nënës se sa të përkushtohesha personit që ndoshta mund të ishte edhe ideal për mua tani, më kupton? Do të thotë ti quan gabim se ke humbur shanse. Po, ndjem edhe mirë me veten time, sepse i kam jetuar të gjitha etapat. Po ke dhe Richmondin nga. Kam dhe Richmond nga shjeta ime. Ndërkohë, tani që ti ke 3 vite dhe siç the për momentin kalon shumë kohë me Richmondin, nga ajo çfarë ndodhi në raport me meshkujt, ka ndryshuar diçka? Ke frikë nga ata? Po. E heqi pjesën e çunit. Frika është sepse të rriturit, e thon, të njohës vetes, të dish çfarë do, është pak e vështirë. Kam dal, po më zhdukur bosh mashkulli, o sepse s'ta ka ngelur njëri tani, e thon, ku e thon që na propozojnë, o do jenë të martuar. Ku i ke njohur këto meshkuj E tani? thon, jo, në njohje me misi. Edhe këtu kam shok intelektual,
njerëz të dalë. Po ti ke dalë domethënë në dating, nuk është se s'ke dalë. Po, kam dalë për të njohur, e këton, por i kam frenuar, nuk e di ç'më ka frenuar. Ndoshta më ka frenuar ajo që unë akoma nuk u kam marrë psen nga babai i Riçit. Apo shpreson një rikthim? Jo, nuk e shpresoj rikthimin, po dua të psen. Po mendoj në subconsciencë, ka qenë kjo një dëshirë që të krijosh një lloj kontakti përderisa ti nuk e ndoshta edhe kjo. Që më ngeli në mendje pak më herët, se deri diku e kuptuar pse nga familja që mund të ketë një lloj ndërhyrje, një lloj impakti. Nga familja që e ka shtyrë, se ti the ka ndryshuar. Pra dalim te ajo pseja që ti kërkon prej tij, pra ai dëshiron që ai ta thotë direkt të ty. Dëgjoj, unë këto përgjigje ja kam dhënë vetes, për sa i përket familjes së tij. Por nuk të mjafton. Unë e di pse dua nga ai, sepse unë ndjej që ai më donte. Më tepër e ndjeja mashkullin tim. Është larguar në këtë formë, nuk ka qenë i gatshëm ose nuk ka mundësi nga aspekti vet personal që të ballafaqohet për të dhënë përgjigje. E kam pranuar gjitha. Unë i kam pranuar gjitha, dhe në mesazhet kur i kam shkruar. Fare. Ka këtë lloj ndryshimi komplet, e tham çuditshëm. Nuk bie dakord brenda teje me këtë. Jo, nuk bie. Nuk bie dakord brenda meje me këtë lloj gjëje. E di pse, sepse kur përballë teje ke një person të sinqert, duke i ditur të gjitha, e thon, të këtij personi, nuk besoj që ta lësh në këtë enigëm, sepse nuk e meritoj. Më trahtoje miropafshëm, po ta dija, më kupton? Ose më la për dikë më të bukur se unë. O po ta di unë, ato një 50 kilçe, jo 200 kilçe. Ta sinjale teknologjike high-tech që të kuptohen. Në momentin që ti i shkruan atij në celular, ai të ka bllokuar apo ta lësin? Ka raste që i lexon. Se do të kuptojmë që ke dhënë të gjuhë, se kjo është gjuha aktuale, ne jetojmë në botën virtuale. Fakti që ka mbajtur hapur dhe s'të ka bllokuar do thotë që ai diku do komunikimin tënd. Tani ne nuk do futemi këtu të bëjmë një serial policesk CSI, që fillon të bëjmë kështu hetive, pse? Por unë një gjë po kuptoj nga kjo që po thua tani dhe edhe ta thash që ti në një lloj mënyre në subconsciencë ka ardhur këtu edhe sikur të krijosh një lloj kontakti apo të bërtasësh atë gjë që s'po e bërtet dot, në marrëdhënie me të edhe me gjithë misterin që la pas. Por ki parasysh diçka që mund ta them dhe ndoshta Jona do jetë dakord. Mënyra se ai vendosi të ballafaqohet ose mos të ballafaqon në një gjë të vetën, është krejtësisht problemi i tij. Sepse çfarëdo lloj problemi të kesh ti, ajo lloj zgjidhje që ai dha, edhe si prind, edhe tregon shumë dhe vetëm për të, se si ai vendosi. Kështu që çfarëdo pikë pyetje, pastaj që i shtonti gruaja këto të tjerat, janë një gossip, janë një fabul interesante, le ta marrin vesh, ti do ta marrësh vesh dhe unë do ta marr vesh, më thuaj lutem telefona ditë. Pra, kjo është fabula interesante, pra jo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të kuptosh ti që ky njeriu bëri këtë gjë, nuk është sa 5% e njerëzve. Po. Këtë lloj zhdukjeje. Që është duke shumë e çuditshme, që tregon për ndoshta dhe një gjendje të tij mendore, se absolutisht jo shumë të qëndrueshme. Dhe për shumë arsye që mund të jetë ky, qof nëna vet, qof kalamani tjetër, qof gruaja, të gjithë meritojnë një përgjigje, një sqarim. Dhe ajo që e shoh tek ty tani është që përtej kuriozitetit, ti akoma ke pyetje kishte ndjenja apo s'kishte ndjenja për ty. Që ai kishte dhe më dakor, po domethënë ai bëri këtë zgjedhje, që ishte një zgjedhje e çuditshme, po ka bërë këtë zgjedhje në raport me ty. Kishte apo s'kishte ndjenja është një diskutim që i përket një epoke tjetër, nuk i përket më diskutimi i ndjenjave tani. Ai ndodhi deri në një moment në Itali keni kaluar shumë bukur. Ndodhi gjë tjetër, ti tash nuk e faj, ke drejtë të rreth botës të kërkosh të bësh puzzle-in, pra të plotësosh puzzle-in gjithandej se çka ka ndodhur. Është drejta jote. Po unë nuk do doja që ti të vazhdim, sepse ka kaluar 3 vjet ta garkoje shumë veten me dëshirën që jo për misterin edhe për faktin që je një djali, po me dëshirën që pse e bëri kur ne duheshim. Kjo pjesa e kësaj romancës e kësaj do të dëmtoj shumë. Po Dalina, për këto ishin pyetjet vitin e parë, e këton? Në këto 2 vite, unë jam shumë e plotësuar si nën, si vajzë, si grua. Okej, kjo është e rëndësishme që të jetë kjo, se mora nga ty sinjale të konfuze prandaj. Unë e di historinë, kam jetuar dhe ndonjëherë dhe e largoj, dhe afroj prap.
e largoj dhe afroj prap, jo sepse i shmangem realitetit tim, por unë e desha. Pasurinë që unë e flasë si gazetare, në këtë koltukun, për 2 veta je ullur vetëm ti. Po. Edhe këtë e di dhe jona shumë mirë. Nga eksperienca jonë, unë si gazetare, unë si psikologe, kështu që në këtë variant historie që po dëgjojmë ne sot, dhe që ti po e thua hapur, që besoj që duhet tjetë derisa ke dalë me portret, gjithsesi është historia jote, ne nuk e dim historinë tjetër. Unë dua vetëm që edhe her pas here, po të kesh dyshime të kuptoj që ai bëri atë zgjedhje dhe mund të ndihesh keq që pse të ndodhi ty dhe pse u bë kjo gjë, por fund ditës mos ler vete se ai është zgjedhja e tij, nuk ka me ty. Se këtu diçka ka, se ne jemi mësuar në këtë program tash po mësoj shumë që çdo njeri ka një gjë nga mbrapa, pse merr, pse arrin në këtë lloj vendimi, pse arrin në zhdukje. Edhe zhdukja duhet të ketë një gjë. Edhe nëna dhe baba e vet, e atij, që për ty është problematik, mund të jetë më problematik se ç'duhet në fëmijërinë ato. Tash kemi kuptuar shumë gjëra për njerëzit po. Por ti vet duhet ta largosh si peshë sepse të pengon ty në vazhdimsinë e jetës tënde personale, se dhe çuni do rritet, ai nuk e njeh babain dhe madje thon ti ke thënë që ja studime që më mirë të jesh pa baba se sa me babaj që vjene është vërtet. Të tjerë studime dalin që edhe që tham dhe para 2-3 episode që edhe mjafton të jetë një prind shumë i mirë që ti je nënë e përkushtuar. Edhe duke ke motra vëllezër që ke përreth, pra ke edhe bekime, edhe pse ke pasur tragjedi në familje. Kështu që ke shumë bekime dhe shif këtë pjesën, por edhe për veten tënde që ti dhe përpara të ecësh, domethënë edhe të mos pengosh dhe lidhjet e tua, që mund të jenë të mundura. Unë jam e hapur për çdo lidhje të re. Por janë hapat e mia që janë më të ngadalta, si në fillim, më kupton? Sepse jam rritur në vetvete, më kupton? I di të gjitha tapat. Edhe kur njeriu i di të gjitha tapat, kur ai vjen, edhe të vijë, unë jam për atë kol për difumin fundja fundit e thonë se ka që vitë në Itali, kemi marrë që nga Italia, më kupton? Edhe jam atë, dhe i besoj asaj. Të kujdeset për mua, djali është i imi, është pjesë e jetës time. E thonë, nuk hynë në lidhje. Po mund t'jemi akoma në fazën ku po kuptojmë edhe vetë se si të reagojmë ndaj kësaj çudie të madhe që ka ndodhur, se nuk është pak. Të jesh në një marrëdhënie të plotësuar, të ndihesh mirë, e the pak më herët kur isha në Itali me të, ishte jashtëzakonshme pjesa e marrëdhënies, kur erdhi kishte një ndikim që ishte i dukshëm, dhe me thënë të jesh në një marrëdhënie konfuze, të bën konfuze pastaj. Nuk e dim a mund t'i japi zgjidhet që mos sa presësh nga personi sepse mund mos i kurr dhe do ngelet gjithmonë një peng, një pikë çuditëse që do të shqetësojë gjatë gjithë jetës dhe nuk do të lejoj të futesh plotësisht në marrëdhënie të re. Se do jetë ndoshta përgjithësohet ndonjëherë edhe pjesa e frikës, se mos më braktis edhe një person tjetër. Pastaj ke edhe një peshë shumë të rëndë të djalit që thotë dua një baba që të mos më iki. Mos më iki. Kështu që është një frikë tjetër e jotja kjo. Dhe diçka tjetër që the pak më herët, një partner që të më doj, të doj Brunën, të më plotësoj ato dhe jo fëmijë. Më japi dashuri. Përse jo fëmijë, do të thënë përse nuk e lodhe këto fleksibël. Pak të lirshme që nëse ai të preferoj. Ai që do më doj mua, do doj edhe fëmin tim. Prandaj unë them fillim duhet më doj mua, që të doj fëmin tim, sepse fundja fundit ajo është pjella ime. Jo, të doj dhe fëmijë, më beson jo histori që duam vetëm partneren dhe jo fëmijën. Që janë domethënë janë lidhur, realisht është histori vërtet. Okej, unë donte vetëm atë, po ishte obsesed me atë, me një mikeshën time, dhe fëmijën nga martesa e parë nuk e donte fare. Ishte i ftohtë, domethënë ishte kështu. Nuk është se ishte i keq, djali i edukuar, po s'kishte absolutisht një fare. Kështu që mund të ketë, kështu që kërko të doj ty me çfarë ke ti. Po dekojnë këtë pjesën se është dhe veshur shumë nga ana sociale, nga që na jepet që thuhet dakord mos jepet si ngarkesë partnerit që do vi. Kështu që më një herë i themi direkt në takimin e parë, ndoshta jam unë, fëmia është i imi dhe kujdesem unë për të prash një lloj shmangje, një lloj tërheqje që kjo është zona ime dhe ti përqendrohu tek unë. Ndoshta mund ta lëm të lirshme, pra unë këtë po them, fleksibiliteti që në fillim, ta lëm të lirshme si të vi marrëdhënia. Është e vështirë kjo, edhe unë kam këtë. Edhe unë absolutisht edhe unë mendoj këtë. Më duket unë thash madje në intervistën me Tunën, që është e vështirë kur ti mendon që do prezantosh një partner tjetër tek fëmijët e këto. Apo ai sepse ne femrat e pranojmë. Ne femrat e pranojmë. Pse meshkujt mos e pranojnë? Ne e pranojmë këtë gjë. E këton, unë djalin e tij unë e kam pranuar. E këton e kam pranuar
dhe e kam larë dhe kam sikur të ishte fëmia im, se unë nuk kisha fëmijë atëherë, Ai është diskutim biologji dhe shpjegoja unë, po ne në fakt nuk kemi kohë se kemi dhe 3 histori, po jo është diskutim që është ndryshe mashkulli si e kërkon. Jo, po se është ndryshe pozicioni, çfarë pozitash vjet mashkulli në një familje dhe si është edukuar dhe rritur të vjet pozitat e krijuesit, sa i mendon që krijon familjen, shtyllës, gjës edhe kur s'është fare tash 70% janë më. Janë ose jemi femrat jemi qafa, si thotë ai filmi grek, por kështu që është diskutim tjetër ai. Unë vetëm të doja nga ty që atë psen lëre të iki se një ditë do dali se ai Chelsea humbur që ke menduar ose Unaza që në për shtëpi kujto e ke parasysh kur ke humbur një gjë dhe ke bërë pak me atë gjë që ke humbur dhe papritur të deli ditë. Thotë që çdo pyetje shumë e fortë, domethënë një dramë shumë e madhe, gjithmonë një gjë e tillë do ta ketë përgjigje, por do ketë kohën e vet. Dhe unë besoj shumë te koha dhe te fuqia e kohës. Fuqia e kohës do thotë ti jeto sot, merru me sot, mbas emisionit do sugjeroja edhe libra për të kuptuar edhe ti jetosh sot dhe përgjigjja vjen vjet. Dhe do të jetë fantastike kur të vi përgjigjja mos të duhet fare. Këtë do thoja. Mos të duhet fare sepse kjo është më e bukur e jetës dhe është kaq mrekulli. Momenti që vi përgjigjja ti se ke mundjen fare se je dashuruar me dikë tjetër dhe je me çunin duke shëtitur ande nga nuk e di, diku në Pulja ose nga Hollanda, se në perspektivën e kemi përjetuar në Hollandë. Okej, do ish në Hollandë, të lëvizësh nëpër Europë. Në atë moment dikush do të shkruaj dhe është ai dhe ti po përton të kthesh përgjigje. Është normale se unë përton gjithmonë kthej përgjigjen në telefon. Absolutisht, kështu që kështu do të ndodh. Edhe vizualizoje që do ta marrësh përgjigjen, pse mos ta kesh përgjigjen një, ka kuriozitet. Por do të vinë ditën që ty s'ta ndjen fare për atë përgjigje, sepse ai ka mbyllur ciklin e vet, kështu që lëret është mbyllur ai cikël për ty. Ky është cikli yt, je ti, fëmia yt, jeta jote dhe çfarë do bësh ti se dhe fëmia do rritet, pastaj mbyllet cikli. Dalina, faleminderit për ta mbyllur atë me bukuri. Unë kam një shprehje që them gjithmonë. Dikur vinte treni një herë, po tani ka 700 stacione, ku ta presim, ku do dali? Ne jemi timonierët e trenit tonë deri në vdekje. Kushdo që vjen, edhe fëmijët që janë shumë të rëndësishëm në jetën tonë, një ditë edhe ato do ikin edhe mezi ngren telefonin si unë harroj të marr mami telefon. Kështu që pavarësisht se kam aty, në fund të ditës kemi veten tonë edhe duhet të jetojmë sa më pak gjykime. Pra ky program do të kuptojmë që duke qenë se ka shumë njerëz me të njëjtat halle si ato që na shohin dhe s'flasin kur dot, ta kuptojnë dhe ata që shiko, mos gjykoni kaq shumë, mos u gjykoni se nuk ke gjeni hajër fare as nga gjykimi i shoqërisë pse jeni single, se neve të kurremi si nëna single, të kurremi vetëm nga fjalët që nuk ekzistojnë, nuk kanë asnjë lloj baze, që nëna bobosi do ja bëni, ja bëni shumë mirë martu 2-3 herë, po duash po sparto, mjaftoj që ti të jesh e plotësuar të tënde. Do të falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve. Dhe do të kalojmë tani në një video call me Jetmirën.